jam përtheth për paketën e maleve dhe po mendoja që çfarë kanë me paketën e maleve ata që e kundërshtojnë, madje kërkojnë edhe anullimin e saj. Dhe nuk jam i vetëdijshëm se sa të informuar janë ata që malet i shohin nga qyteti apo që këto ligjet, vendimet i kanë me dëgjuar për faktin që në një pjesë të territorit tonë, në disa zona të Shqipërisë, ka një problem me faktin që njerëzit nuk e kanë njohur ligjin e ndarjes tokës në fillim vitit 90, ligjin 7501, i cili nuk është pranuar për arsye se në vend se të pranohet ajo ndarje proporcionale sipas ligjit asaj kohe, është rënë dakord mes veti, mes banorëve, mes komuniteteve, që ndarja e tokës të bëhet në bazë të trashëgimisë dhe aty ku kanë qenë kufit e vjetër. Dhe në një pjesë të konsiderueshme të këtyre territorëve ka dakordsi, nuk ka konflikt. Pra, trashëgimtarët e kanë tokën. Por ka një problem. Duke mos e pas pranuar 7501, nuk e regjistrojnë dot tokën. Duke mos e regjistruar dot tokën, mund të ushtrojnë aktivitete në atë tokë, por nuk mund të kenë asnjë lloj të drejte nga të drejtat që jepen me ligj për ta zhvilluar tokën. Nuk kanë akses në financim, sepse nuk mund të marrin dot një kredi në bank, nuk mund të marrin dot një mbështetje nga institucionet publike me grante, me subvencione, sepse nuk janë pronar me një titull pronësie. Pra, në letra nuk ekzistojnë. Në realitet janë atje. Dhe kështu nuk zhvillojnë dot një ekonomi të vogël bujqësore, elektorale, nuk bëjnë dot asgjë përveçse me të ardhurat e tyre. Dhe edhe atë në një situatë ilegaliteti, sepse nuk marrin dot leje ndërtimi. Këtë gjë e kemi hasur në mënyrë të vazhdueshme, kemi bërë shumë përpjekje gjatë viteve, sepse është një stres reale e një realiteti që është jashtë realitetit që mbulon ligji.